Glau Konjufca është i propozuar i lëvizjes vetëvendosje për mandatar për formimin e qeverisë së re në Kosovë. Pas dështimit të kryeministrit në detyrë Albin Kurti për të marrë 61 vota, tani vetëvendosje do të tentojë sërish për të pasur një shumicë parlamentare kësaj radhe me Konjufcën. Ish kryetari i kuvendit synon të jetë në krye të një qeverie jetë shkurtër deri në pranverë, kur të afrohet afati për zgjedhjen e presidentit të ri. Deri atëherë synohet të votohet buxheti i vitit të ardhshëm, 2 marrëveshje për planin e arritjes së Bashkimit Evropian, buxheti për 3 komuna dhe fondet për transmetuesin publik RTK. Maturia shtetërore në këto rrethona dhe në këtë moment është që ta kemi një qeveri spaku deri atëherë. Kjo do ta përfshinte edhe buxhetin pastaj të Republikës Kosovës, nevojitet një konsenzus i të gjitha forcave politike që kjo të ndodhë. Unë besoj që forcat opozitare do të reflektojnë dhe do ta kemi një bashkëpunim pozitiv në këtë drejtim, që këto dy gjëra që i shpjegova të ndodhin. Këshilli i përgjithshëm i vetëvendosjes u mblodh mas ditën e së martës, një ditë para se të skadojë afati për presidentin Vjosa Osmani për të marrë vendim. Në kabinetin e Konjufcës do të ketë edhe vend për Albin Kurtin, që të propozohet për zvendës kryeministër të parë dhe ministër për punët e jashtme dhe diasporës. Le të vazhdojmë me kabinetin e njëjtë që kam propozuar. Unë marr vendin e Glaukut e Glauku timin, siç edhe jemi dakorduar mbrëm në kryesi bashk. Le të votohet më pas buxheti i shtetit e buxhetet komunale, le të votohet plani i rritjes së Bashkimit Evropian për fonde të vlefshme, le të bëhen disa punë të domosdoshme e pastaj shkojmë në zgjedhje. Konjufca tha se nuk do të kërkojë marrëveshje koalicioni nga asnjë parti, duke ngritur pikpyetje të mëdha se si do të sigurohen 61 vota. Unë mendoj që ky nuk do të jetë një proces në të cilin ne do të kërkojmë ndonjë marrëveshje koalicioni me partitë politike. Ideja ka qenë e thjesht ta krijojmë një qeveri të re për me i shmong 2 gjëra shumë të rëndësishme. E para është zgjedhjet e menjëhershme dhe e dyta është që të provojmë të bashkëpunojmë me partitë politike parlamentare për me mujt me e pas Kosova buxhetin e saj për vitin 2026. Për lëvizjen vetëvendosje, ky është kompromisi më i madh që mund të bëjnë, prandaj kërkojnë që partitë opozitare të bëjnë kompromise. Opozitarëve ju themi, ju lutem, mos u betononi në pozitën e bllokuesit. Ja ku e keni shansin. Mos e lini që të ikë edhe ky shans Kosovës sonë të përbashkët. Tashmë mbetet në dorën e presidentes Vjosa Osmani nëse dëshiron të mandatojë ose jo Konjufcën. Në rast se mandatohet, atëherë do të ketë 15 ditë kohë për të ftuar seancën dhe për të votuar kabineti i ri qeveritar. Në rast se jo, duhet të shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare.